Sot në stadiumin Air Albania, Shqipëria do të përballet me Serbinë, në atë që nuk është thjesht një ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës 2026, por një ndeshje me pesha të thella historike, politike dhe emocionale. Kjo sfidë vjen me simbolik të veçantë, 10 vite pas incidentit të famshëm në Beograd, ku në 14 tetor 2014, një dron me flamurin e Shqipërisë së Madhe fluturoi mbi stadiumin Partizani, duke ndezur një zjarr të paprecedent. Atë natë, në vend të futbollit u pa urrëtie, vonë dhe egërsi, kombëtaria shqiptare u sulmua fizikisht, por fitoi moralin e një kombi të tërë. U desh FIFA dhe UEFA të vendosnin drejtësi administrative, por në zemrat shqiptare, ajo ndeshje u fitua në terren. Sot, një dekadë më vonë, klima është pak më ndryshe, por tensioni sërish pritet i lartë. Policia shqiptare ka vendosur masa ekstreme sigurie duke blinduar Tiranën. Trajneri serb Dragan Stojković e ka shmangur dimensionin politik, ndërsa Silvinho me profesionalizmin e tij ka ndërtuar një ekip që frymëzon besim. Sportivisht, Shqipëria ka treguar se nuk është më ajo skuadër që priste mrekullit. Tani jemi konkurrent serioz, me emra si Aslani, Broja, Gjimshiti apo Strakosha, fuqezint janë të fortë, të organizuar dhe me vetbesim. Serbia vjen me yje të futbollit evropian, por shpesh ka dështuar në ndeshje me ngarkesë emocionale. Çfarë duhet të presim sot? Një ndeshje të fortë, të tensionuar, pa dyshim emocionale. Shqipëria do të mbështetet tek mbrojtja solide dhe goditjet e shpejta. Serbia do të provojë të dominojë topin, por 22.000 tifoz do të ngrenë pesh stadiumin dhe fitoria nuk mund të jetë larg. Një fitore sot nuk do të ishte vetëm 3 pikë, por do të ishte një kapitull i ri krenarie në historinë tonë kombëtare dhe Shqipëria meriton të shkruajë histori.